Ishte mesi i verës në fshatin Harilaç. Dielli diqte mbi kullat e fshatit, lumenjt e vegjël po thaheshin edhe të mbjellat dukeshin të etura. Aroni dhe Lira po vizitonin fermën e gjyshit të tyre, por këtë herë diçka dukej ndryshe. Gjysh, bimët tua duken të lodhura dhe të mërzitura, tha Lira. Pse është gjithçka kaq e thatë këtë verë, pyeti Aroni. Gjyshi pshertiu, duke shikuar qiellin e kaltër. Nuk ka rënë shi prej javësh, fëmijë të dashur. Qielli ka harruar si të qaj. Në atë qast, xhaxhai Deni, fermeri fqinj, kaloi pranë duke fshirë djersën nga balli. Fëmijë, nëse nuk bie shi shpejt, të mbjellat tona nuk do të mbijetojnë. Aroni ngriti syt nga qielli dhe pyeti: a mund të bëjmë diçka për ta ndihmuar tokën? Lira buzëqeshi lehtë dhe tha: ndoshta mund t'i pyesim ret të na ndihmojnë. Vazhdon pjesa 2.